Në fakt, te Gazeta Express keni bo, I themi, historie dhe me tituj goditës, me shkrime goditëse, dhe hyt në treg shumë shpejt që është e vërteta. Dhe morët edhe tregun për shumë kohë. Ndoshta edhe sot e kësaj dite, duke qenë që jam larg, ndoshta nuk e di fort tek pjesa e portaleve, por ajo që mu më bëri përshtypje në atë kohë, në fakt, ishte krijimi I emisionit Zona Express, që mbetët edhe sot besoj në Kosovë ndër emisionet më të shikuara të asaj kohës ose që është pa. Atë mungon ai profil sepse tani e ndryshe. Po du me tregu diçka para Zonës Express. Expressi, pra në print, ka qenë një prej gazetave ma moderne, që bën një revolucion mrena, sidomos me dizajnin, me titujt, me shkrimet në gazetarinë e Kosovës. Pra vetëm ja kujtu redaktori fotografisë tek ne ka qenë Andrew Testa, që për një kohë ka qenë redaktor tash voni, kam përshtypjen që është ende New York Times ose New York Post tash, do ta ka lëviz. Pra edhe kishim gazeta dukej absolutisht ndryshe prej atyre çfarë ishim mësu. Pastaj me mbylljen e Expressit print, pra në 2013 ne dalim online, pason një periudhë për mua jo qaq krenare e imja e Expressit, pra është një periudhë ku ne dorë në zemër bënëm një hap të madh drejt shndrimit të portalit si një mjet kryesor të informimit në Kosovë. Pra edhe pararoj gjithmonë, keni nxjerrë absolutisht qenë pararoj e gjërave të reja. Dorë në zemër portalet e sotshme janë zhvilluar për shkak të zhvillimit të madh që bësoi Expressi në 2013, po brenda kësaj pune nuk jam krenar, sigurisht për shkak se shumë çka brenda Expressit ne u morëm shumë me clickbait, bënëm gazetari sensacionale, pra të kundërtën asaj që kishim bën në gazetën e shtypëm, filluam me go online, Expressi u masivizu, po ishim shumë brutal, që më thonë në krejt ato çfarë kena bo. E Zona Express më mirë, e vlerësoj dhe të falenderoj që përmende, pra vjen pas kësaj faze ku unë personalisht nuk diesha mirë me ato çfarë po bënim në Express në atë periudhë. Edhe kisha përshtypjen që Expressi s'ka më pas jetë gjatësi nëse kemi me vazhdu me atë trend, I cili pastaj kopiohet prej krejt mediave tjera, edhe gjitha titujt në për portale ishin modeli që e instaluam në Express.